Ndjesia më e madhe në jetë është të kalosh nëpër natyrën e qetë të fshatrave. Sidomos tani, kur vjeshta ka filluar të jap tokës ngjyrat e saj të arta. Ajri është i freskët, gjethet ka nisur pak nga pak të zverdhen, dhe era mbart aromën e dheu që përgatitet për pushim. Nuk ka si fshatrat e pollogut dhe sharit, vende që ruajnë shpirtin e vërtet të jetës, ku çdo kodër, çdo rrugë dhe çdo bor mbart një histori. Kjo rrugë sot na çon drejt një fshati tjetër. Një vend të magjik që ngjall ndjenja të veçanta tek çdo vizitor. Kodrat e malit të thatë që rrethojnë janë të mbuluara me dritë të butë. Shtëpitë shtrihen me krenari në rrugë të pastra dhe gjithçka rreth teje flet për dashurinë që njerëzit kanë për vendin e tyre. Por ajo që do ta bëjë këtë rrugë të veçantë janë banorët, njerëz punëtor, të afërt dhe të mrekullueshëm që me përkushtime dashuri janë rikthyer rënjeve të tyre. Sot do të udhëtojmë drejt një fshati të bukur, fshati Çellofet.